thotë Allah i madhuruar, inna ledhina amanu wa amilu salihat, ata të cilët besojnë Allahun. Pastaj nuk mjafton ky besim përdeksa nuk e përkthejnë dhe manifestojnë në jetën e përditshme me vepra dhe me punë të mira, ulaika ashabul janna, këta do të jenë banorët e xhenetit. Sikurse na jep për të kuptuar se veprat e mira, punët e mira, projektet e hajrit janë të frytshëm, janë të dobishëm edhe botën tjetër që shpërblimi me xhenet, po është më interesante se vepra mirë, para se të shkojnë në botën tjetër, destinacioni i fundit i robit në këtë dunjë është varri. Është një hadith profetik ku i jep tekst veçantë se vepra dhe puna e mirë ka për të sjellë dobi dhe do të jetë në favor të robit nëse i ka bërë shërbimin e madh. Këtë hadith është e kanë dëgjuar pothuajse besimtarët në çdo tubime, në çdo ligjërata të xhallarëve, në çdo ndëjtje, unë sa për kujtim vetës. Edhe ata që na ndëgjojnë, thotë i dërguari Allahut, kur vdes biri i Ademit njeriu, e përcjellin tre komponente. E përcjell familja e tij, e përcjell pasuria, edhe e përcjell vepra dhe puna. Dy të parët nuk e shoqërojnë me veten në varr, po kthehen. Pasuria, sado që e ka punuar, qoftë madhi, qoftë duqani, qoftë të ardha të mëdha, nuk i merr me vete. Po dhe familja, baba, ndoshta nana, vllau, motra, fëmijët, sado që e dojnë, ja kryejnë ritualet, ceremonit, edhe më pastaj kthehen. Ajo që e shoqëron, ajo që e merr me vete robi është puna.